Prej disa ditësh në mjediset diplomatike në Ballkan kanë mbërritur dokumente shokuese nga disa qendra inteligjente të SBA-ve dhe Europës. Disa qendra të rëndësishme analize që punojnë ngushtë me qeveritë që janë në kuptimin e plotë të fjalës organizma të shërbimeve inteligjente, kanë përgatitur bocetat kataklizmës gjeopolitike që po i vjen botës e veçanërisht Europës dhe Ballkanit nga era e re që po sjell Donald Trump. Pjesë të këtyre bocetave kanë mbërritur edhe në Ballkan e natyrisht në Shqipëri. Parë në brendësi të dokumenteve që kanë mbërritur të dhënat janë tronditse, SBA përkatësisht ekipi Trump e ka gati projektin e NATO-s së re, e cila nuk do të jetë më një organizatë e njëjtë si më parë apo si Bashkimi Evropian aktual. Një diplomat që ndau me pamfletin pjesë të këtij projekti tha se në këto bocete bëhet e ditur se ka përfunduar një herë mirë koha e vendimit anonim apo vetos në vendime. Edhe Bashkimi Evropian me planin Macron thuaj se ka gati braktisjen e kësaj filozofie, por duket që NATO do të jetë e para që do ta aplikojë. Shkurt, Donald Trump nuk do ta shkrijë NATO-n as bazat e saj strategjike në Europë, megjithse një pjesë e mirë e tyre do të shkrihen si të panevojshme dhe shumë të kushtueshme. Plani i Donald Trump është që NATO nuk do të jetë më një klub ku ka poshtë vendeve të vogla si Këndezi ynë piktor të këpusin Mufka, por do përbëhet nga dy struktura të rëndësishme, kontribuesit dhe pjesa tjetër mbështetëse. NATO sipas projektit të ri do të jetë një lloj klubi golfi, siç i pëlqen ta quajë Trump, ku ai që paguan kuotën më të madhe do të ulet edhe në tryezën më të mire, do të ketë shërbimet më të rafinuara. Ku shpaguan më pak mund të rritë të shijoj shkallët e spektatorit apo shezllongjet e pishinës pa peshqir. Në projektin e NATO së re të Donald Trump pritet të modifikohet thelbi i saj, neni 5, sipas të cilit nëse një vend antar hyn në luftë, të gjithë antarët i shpallin luftë armiku të aleatit. Sipas projektit, ndërhyrja për të mbrojtur një aleat bëhet vetëm nëse shpenzimi ushtarak është në nivelet e parametrave të përcaktuara. Trump po mendon që të zhvillojë stërvitje e manovrat përbashkëta vetëm me ato vende që kanë kapacitete për ta bërë këtë punë, me një fjalë me shtete më të fuqishme. Pra kemi të bëjmë me një ndryshim të madh ku dilemat e para janë roli i vendeve si Shqipëria, por natyrisht edhe cila do të jetë ardhmja e Kosovës në prag të kësaj ere të re. Sipas analistëve që shpjegojnë në drafte filozofinë e re amerikane, nuk do të ketë më luftë morale apo misione paqëruesëse morale. Dy gjërat që vijnë në pikpyetje nga kjo strategji është KFOR dhe bazat e NATO-s në Shqipëri, përkatësisht Kuçova që është saktuar si bazë e aleancës, por edhe projekti që porti i Durrësit jetë edhe një liman ushtarak i aleancës. Frika më e madhe është KFOR, që edhe aktualisht që flasim është kthyer në një mision rudimentar ku shumica e kontingjenteve një vit më parë u morën përpara nga disa serb të dehur në veri të Kosovës, që ndaluan vetëm kur aty mbërritën amerikanët, po a duan amerikanët të mbajnë bazën e Kosovës përkatësisht Bondstill në Ferizaj dhe misionin e KFOR. Sipas Boçetit, amerikanët e kanë quajtur të rëndësishme bazën e Kosovës, por mjaft të kushtueshme. Sipas kontratës së QRA-s 70 vjeçare, pagesat për tokën që janë mjaft të shtrenjta mbarojnë në vitin 2070, ndaj si propozim vjen ideja që kostot e saj t'i paguajë vendi pritës nëse është e arsyeshme. Pra që ranë mbetur ta paguajë Kosova dhe shpenzimet ushtarake e logjistike ushtria amerikane. Ka fjalë që edhe për këtë të kërkohen kompensime, ndërkaq për bazën e Kuçovës materiali thot se studimi i fizibilitetit është jo shumë i qartë për kostot e saj në vijat përgjithshme amerikanët do t'i kërkojnë italianëve që ta menaxhojnë atë nëse duan një fuqi të rëndësishme në Ballkan. Amerikanët e kanë përzemër bazën e Pashalimanit në Orikum me kusht që të ulen shumë shpenzimet për bazën e Napolit dhe eliminimi totalisht i bazës Gioia del Tauras në Kalabri. Por siç mësohet për Pashalimanin, ka një insistim nga Erdogan që kërkon të administrojë si një aktor i rëndësishëm në NATO, përkatësisht ushtria e dytë në aleancë, e para edhe nga marrëdhëniet personale mes dy liderëve, edhe mund të ndodhë. Erdogan e kërkon për deterencë ndaj grekëve, për t'i treguar se nëse ju keni deterencë ushtarake strategjike afër Turqisë në ishujt grek të Egjeut, un kam në pëllëm të dorës Korfuzin të gjithë ishujt e Jonit e të gjithë Epirin. Ndërkaq për portin e Durrësit sipas gjastave nuk do të ketë asnjë interesim të aleancës së re. Diplomati që i bëri të ditur pamfletit pjesë të kësaj ideje që nuk po qarkullon vetëm në Shtëpinë e Bardhë, por edhe në Kongres, tha se amerikanët në Adriatik kanë më shumë strategjik portin e Triestes që e konsiderojnë shumë të rëndësishëm për Mesdheun, po çdo të ndodh me ne, gjasat janë të na lënë në kujdestari ose të turqëve, italianëve apo edhe të grekëve, sipas zonave të influencës. Ku ishim, askund, ku erdhëm, hiç gjë kundi. Duket se na duhet të hapim sërish librat për imperializmin dhe revizionizmin, siç i përmendi edhe Emmanuel Macron në fjalimin drejtuar Kombit 2 ditë më parë.